në fakt, nëse shikon edhe në numra protestën, po e marim në rastin e djeshëm dhe të para 2 ditëve, për para 2 ditëve kishte një pjesëmarrje relativisht më të ullët, ndërkohë që dje që ndodhën incidentet tek parlamenti, që u shtyn me policinë, që disa persona u arrestuan, dje kishte më shumë qytetarë në shesh. Pra kam përshtypjen që si shoqëri reagojmë në mënyrë të menjëhershme kundrejt dhunës. Pa diskutim. Dhe kur ajo është kështu e dukshme se ne jemi të dhunuar në 35 vite, ne dhunohemi sepse nuk kemi atë standard dhe atë mënyrë të jetuar si bashkëqytetarët tanë europian. Ne kemi pensionet jashtëzakonisht të ulta që nuk krahasohemi as me vendet e rajonit, ne kemi pagën minimale shumë të ulët, ne kemi rrogën mesatare shumë të ulët krahasuar me vendet e Europës. Ti ke një shërbim shëndetësor që nuk ka siguri, dhe që flitet që është pa pagesë dhe ti e ke të paguar. Ti ke një sistem arsimor i cili është goditur gjatë gjithë këtyre viteve me reforma spontane, të shpejta, të pastudiuara dhe që janë të dështuara. Pra, qytetarët atë pikën e vlimit e patën pikërisht po, morën dhe atë pamjen e të rriqes zvarr të një qytetari, që të gjithë ne të riqemi çdo ditë zvarr, dhe